Lorend Ramadani, rikthehesh në Shkëndij pas 6 muajve, si është ndjenja të rifirmosësh me klubin ku je rritur? Normal që është në ndjenjë shumë e mirë, rikthehem në shtëpinë time tek ngjyrat kuqezi dhe jam gati që të bëj më të mirë. Lendi 6 muaj nuk ishe pjesë e Shkëndijës, por e shtove edhe një trofe në karrierën tënde. Si ishte kjo kohë jashtë Shkëndijës? Normal që ishte një përvojë e mirë për mua që luajta në Kosovë te klubi Paraprak, u shpallëm kampion dhe i falenderoj jashtë masë për gjithë ata që mi kanë dhënë për ambientin si ka qenë atje, posaçërisht për mirëkuptimin e dëshirës time për të kthyer në Shkëndij dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohës. Lendi, çdo lojtar kur firmos me një skuadër e bën për një arsye dhe ka ambicie. Tani është pak e pazakontë sepse kthehesh pas 6 muajsh, por e din se çka të pret, e din për çka vjen. Normal që e di, kam kaluar gjithë jetën këtu, e di se çka më pret, çka klubi kërkon dhe cilat janë ambiciet e klubit dhe unë shpresoj që të jap më të mirën dhe ne të realizojmë ato gjithë së bashku. Tash Lendi, edhe vetëm një pyetje për fund. Po të mund të nxjerr nga zemra tani një fjalë, çka ndjen Lendi në këtë moment? Si e kishe shpjeguar? S'ka më mirë se në shtëpi.